Plas debati në Itali, Giorgia Meloni shfaqet si ëngjëll në Bazilikën e Vjetër në Rom. Reagon kryeministria. Një restaurim brenda njërës prej bazilikave më të vjetra në Rom ka shkaktuar një debat të nxehtë politik. Incidenti ka të bëjë me bazilikën e San Lorenzos në Lucina në Rom, ku pas punimeve në njërën nga foltoret anësore, një nga ëngjëjt e skalitur pranë bustit Umbertos II të Savojës, duket se ka marrë tipare që disa vëzhgues i kanë konsideruar të ngjashme me ato të kryeministres italiane Giorgia Meloni. Sipas raportimeve para punimeve, ëngjëlli kishte tiparet përgjithshme dhe asnjë tipar dallues. Restaurimi nuk u krye nga restauruesit e porositur zyrtarisht nga bazilika, por nga një vullnetar. Vetë Meloni komentoi incidentin në media sociale duke postuar një foto të restaurimit dhe duke shkruar: "Jo, unë definitivisht nuk i ngjaj një ëngjëlli." Mbikëqyrja e Romës ka dhënë dritën jeshile për një inspektim për të verifikuar punën dhe për të konstatuar çdo parregullsi. Partia Demokratike e Italisë ndërhyri menjëherë në këtë çështje, duke implikuar drejt për drejt Ministrinë e Kulturës. Mbikëqyrjen e Romës për të sqaruar raportin. Ne kërkojmë që Ministri i Kulturës, Alessandro Giuli, të kontaktoj menjëherë mbikëqyrjen e Romës për të sqaruar raportin në La Repubblica në lidhje me restaurimin e bazilikës së San Lorenzo në Lucina. Ajo që ka dalë në pa është e papranueshme, deklaroi partia. Autori i restaurimit reagoi duke thënë: "Ngjashmëria me fytyrën e kryeministres Giorgia Meloni, po e sajoni, unë nuk shoh asnjë ngjashmëri, thjesht bëra ato që ishte aty më parë dhe kaq. Unë isha ai që bëra restaurimin dhe puna përfundoi disa muaj më parë. Megjithatë, ajo që shihni ishte aty 25 vjet më parë, sepse unë restaurova një vepër të 25 viteve më parë. A i dini se çfarë do të thotë restaurim? Do të thotë të ribësh ato që ishte aty më parë, pra 25 vjet më parë, ajo që shihni sot ishte aty", u shpreh ai.